Zoti Balla, në përmbylljet procesit numërimit për votën e diasporës, cili është komenti juaj si drejtues politik i Partisë Socialiste për diasporën? Në mbyllje të këtij procesi këtu në Parkun Olimpik, ku janë vlerësuar dhe numëruar mbi 200.000 vota nga diaspora, së pari dua të falenderoj të gjithë bashkëdhetarët tanë kudo në botë, në Itali, në Greqi, në Gjermani, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Britaninë e Madhe, në Kanada, në Francë, e kudo në Europë, në botë, për pjesëmarrjen e tyre në këtë zgjedhje, për regjistrimin e tyre si votues nga jashtë. Duhet ta themi, kam thënë dhe në komunikime të tjera me ju, që shqiptarët në diasporë treguan një nivel të lartë interesimi, sepse kemi pasur një koeficient kthyeshmërie shumë të lartë krahasuar me vendet e tjera. Pra, në 246.000 bashkëdhetarë të regjistruar, mbi 200.000 ishin ata që i kthyen zarfat, dhe kjo e krahasuar me vendet e tjera të cilat përdorin një sistem të ngjashëm, është një përqindje shumë e lartë. Së dyti duhet i falenderoj të gjithë ata që besuan dhe mbështetën Edi Ramën dhe Partinë Socialiste për të vijuar rrugën tonë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. 2 në 3 votues nga jashtë i kanë dhënë besimin Edi Ramës dhe Partisë Socialiste për ta përmbyllur këtë rrugtim historik të Shqipërisë sonë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Dhe t'ju them të drejtën, kjo javë ka qenë një kontekst i bukur dhe historik, sepse me njerë pas zgjedhjeve Tirana u shndrua në kryeqytetin evropian duke pritur edhe samitin më të madh edhe për nga pjesëmarrja e udhëheqësve të zhvilluar deri tani nga komuniteti politik evropian. Dhe duhet i falenderoj dhe ata që nuk na votuan, sepse të tilla janë zgjedhjet, 1 ndër 3 menduan që mund të jetë dikush tjetër, forca të tjera politike. Dhe kjo na jep edhe atë frymëzimin për të punuar më shumë gjatë këtij mandati, për të arritur besimin. Unë jam shumë i sigurt që në vitin 2029 do të jenë më shumë bashkëdhetarë që do të regjistrohen për të marrë pjesë përsëri në zgjedhjet e votuesve nga jashtë. Sepse në këto zgjedhje ndoshta koha ishte e shkurtër, nga 26 korriku kur miratuam kuvend ndryshimet që i hapën rrugë votës nga jashtë, koha nga KQZ-ja për KQZ-n ishte e shkurtër, koha e regjistrimit ishte ndoshta e shkurtër, koha e votimit ishte e shkurtër, por siç e thash, gjithçka u përmbyll me sukses të plot. Dua t'i falenderoj edhe numëruesit ose le të themi të gjithë anëtarët e komisioneve të vlerësimit, administrimit dhe të numërimit të votave nga jashtë këtu në Parkun Olimpik. Ka qenë një maraton si asnjëherë tjetër, pra nuk ka pasur një KZAZ në Shqipëri në këto vite nga viti 2009 kur u përdor ky sistem numërimi, nga 2005 në fakt, kur u përdor ky sistem numërimi i përqendruar. Kanë bërë një punë të lavdrueshme edhe përfaqësuesit e Partisë Socialiste edhe përfaqësuesit e opozitës në komisione apo në grupe të numërimit. Edhe në këtë moment që flasim, ndërsa po mbyllim procedurbalet e fundit qarku e Elbasanit, të gjithë kanë qenë në krye të detyrës. I uroj gjithë ata që fituan, i përgëzoj dhe gjithë ata që ishin shumë pranë por nuk u zgjodhën. Në fundit kjo është demokracia. Zoti Balla, ditën e djeshme ka patur disa kërkesa. Kandidatët, në fakt disa pretendime nga kandidatët e Partisë Socialiste që nuk kanë mundur të fitojnë një mandat deputeti, se është keq lexuar vota e tyre gjatë procesit të numërimit duke kërkuar dhe pamjet filmike. A ka një përpjekje nga ana juaj për të ndaluar këtë proces nisur nga një pjesë e kandidatëve socialistë? Tani kodi zgjedhor i ka të përcaktuara procedurat që ndiqen në këto raste, por mos harroni asnjëherë që falë përpjekjeve të Partisë Socialiste kur ke qenë në opozitë për të bërë transparencë në procesin zgjedhor, mos harroni që në një fazë të dytë pas këtij momenti është vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i cili përzgjedh një pjesë të kutive të votimit në gjithë territorin, rreth 1/10 e kutive të votimit të gjithë territorit që do bëj transparencë. Kështu që
t'i lem Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ta bëj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve këtë transparencë. Ndërkohë që mos harroni që Kodi Zgjedhor përcakton shumë qartë që palët që mund të bëjnë ankimime janë vetëm partitë politike. Po ndërkohë sa i takon palëve mund të bëjnë ankimime, por kanë të drejtë dhe kandidatët kërkojnë të kenë në dorë pamjet filmike. Për të përsëritur, për të thelluar më saktë pyetjen e kolegës, a i keni bërë kërkesë ju disa prej kandidatëve tuaj që të tërheqin këtë kërkesë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe kush prej tyre ka reflektuar pas thirrjeve tuaja, por edhe të kryeministrit, pati një mesazh një ditë më parë prej tij? Ajo që unë thash dhe që vlen të theksohet në këtë moment është që secili ka të drejtë për të kërkuar për të bërë transparencë, por fal parashikimeve të vendosura në Kodin Zgjedhor prej shumë vitesh tani më, është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që do të bëjë një transparencë të plotë të këtij procesi në një fazë tjetër. Ndërkohë që të gjitha palët që kanë, le të themi, pretendime, ka një mënyrë se si bën këto pretendime dhe unë u shpjegova, Kodi Zgjedhor parashikon që partitë politike kanë një proces, ju keni qenë dëshmitar këtu të një debati i cili ndoshta na vonoi disi dhe kjo është arsye që jemi të martën e dytë pas zgjedhjeve ende këtu në sallën e numërimit të votave në Parkun Olimpik, pati një pretendim nga Partia Demokratike për të ndarë veçmas votat që kishin ardhur nga Greqia. Ajo e rriti kohën e numërimit dhe prej këtij momenti, pas tabelimit të rezultateve, të gjitha palët mund ruajnë të drejtën e tyre të parashikuar në kod për sa i përket ankimimeve. Ndërkohë që unë insistoj, e kuptoj pyetjen tuaj, por unë insistoj që transparenca në këtë këndvështrim, edhe për shkak të numrit madh të orëve të gjata të pamjeve filmike, më mirë se sa e ka bërë KQZ-ja nuk e bën dot askush. Mbani mend në vitin 2021, diku nga fund viti 2021 apo fillimi 2022, KQZ-ja e bëri këtë gjë, do ta bëj prapë se kemi fund në kot. Zoti Balla, partitë politike dhe duroni kur ta bëj KQZ-ja po them. Partitë politike dorëzojnë ankimime kur betejën e kanë me kundërshtarin. Në këtë rast i intereson Partisë Socialiste të fryjë një zjarri mes të tyre, mes kandidatëve? Nuk ka kandidatët e kanë mes tyre. E para është që secili është pjesë e një ekipi dhe më lejoni të them të paktën ju besoj që jeni dëshmitarët që kam qenë se harrova elementin më të rëndësishëm të falënderimeve, ndër më të rëndësishmit falënderime është një falënderim edhe për ju, gjithë gazetarët, mediat, që bashkë me ne këtu keni qëndruar non-stop nga ora 21 e datës 11 maj e deri tani në 20 maj në orën në mesditë. Kështu që edhe ju një falënderim për këtë, keni qenë këtu, keni bërë transparente gjithçka, dhe ndërkohë që sa i përket Partisë Socialiste të Shqipërisë, Partia Socialiste e Shqipërisë respekton vullnetin e të gjithë qytetarëve, edhe të atyre që na kanë vullnetin e kandidatëve që kanë dërguar një kërkesë në KQZ. Edhe të atyre që kanë besuar, edhe ata që s'ta kanë besuar dhe kandidatët me kandidatët nuk keni qenë kaq i zbutur më të them. Atëherë unë me që ma kërkuat këtë gjë, atë që thash këtu, ja kam thënë çdo kolegu, fal betejave të Partisë Socialiste kur ne kemi qenë në opozitë, mbani mend nga viti 2009 kemi kërkuar që jo për efekt ndryshimi rezultati, por për efekt transparence të hapeshin kutit dhe të rinumëroheshin. Dhe këtë betejë që e zhvilluam, sapo na u dha mundësia, e kodifikuam në Kodin Zgjedhor dhe ja kemi lënë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që në një moment të dytë, pas përfundimit të procesit, ta bëj këtë transparente dhe mos harroni që në vitin 2021 fal kësaj transparence të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka pasur dhe numërus të cilët janë ndjekur penalisht. Që t'jemi të qartë edhe për publikun, a ka patur një kërkesë nga ana e Partisë Socialiste drejtuar kandidatëve që kanë dërguar ditën e dieshme apo depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve një shkresë për të parë pamjet filmike? Tani unë përsëri insistoj t'ju them që ankimimet bëhen nga partitë, nga subjektet. Ndërkohë që kërkesat për transparencë edhe në ligjin për statusin e deputetit, edhe në Kodin Zgjedhor, secili e ka këtë drejt ta bëj,
po përsëri si këshill, si më i vjetër në gjithë këto betejë elektorale, po ju them që këtë gjë e bën KQZ-ja. Dhe KQZ-ja e bëri në 2021, e bëri në 2023, do ta bëjë në 2025. Keni pasur një komunikim me kandidatët të cilët kanë depozituar në KQZ një kërkesë të tillë? Unë kam pasur një komunikim me shumë kolegë kandidat, kam uruar ata që kanë fituar, kam përgëzuar ata që kanë qenë pranë, por nuk kanë fituar, sepse në fundit këtu ajo që ka fituar është Shqipëria. Po ata të cilët kanë depozituar kërkesën në KQZ, keni komunikuar? E keni kërkuar që të tërheqin letrën? Dhe në rast se zonja Gjylameti, për të vazhduar pyetjen, ju kërkon, duke qenë se partia është ajo që bën ankimimin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, dhe në rast se në bazë të pamjeve filmike verifikohen të gjitha pretendimet e saj për parregullsi, a është e gatshme Partia Socialiste ta bëjë ankimimin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të pasur një përgjigje më të saktë dhe konkrete? Unë do të vazhdoj të insistoj që sa i përket transparencës, mënyra më e mirë e kësaj transparencë është ajo që kemi në kodin zgjedhor. Ndërkohë që këtu kam qenë, ju e keni ndjekur, këtu kam qenë bashkë me kolegen time Gjylameti në Parkun Olimpik, cilën e përgëzoj sepse ka pasur një rezultat shumë të mirë, ndërkohë që po rezultat të mirë kam pasur edhe plot kolegë të tjerë, dhe në këtë aspekt do sugjeroja që të presim transparencë që do të bëjë KQZ-ja. Zoti Bella, ndofta një pyetje të fundit. Ka pasur pretendime jo vetëm brenda llojit, më të themi, por edhe opozita. A mendoni që akuzat e opozitës për kakofoni shiprash, për mbushje të kutive nga patronazhistë të Partisë Socialiste, apo edhe parregullsi, duke i quajtur madje dhe fars prej tyre me kutit e Greqisë, a mendoni që njollosin procesin dhe rrëzojnë rezultatin e zgjedhjeve, të paktën për diasporën? Helda, ju jeni në gazetari prej shumë vitesh dhe besoj që e keni kuptuar të paktën në javët e fundit që Partia Demokratike nuk ishe shumë interesuar për rezultatin se sa për alibin e humbjes. Dhe këtu ju kemi kujtuar ju dhe publikut deklarimet e atij që është prej 35 vitesh në krye të Partisë Demokratike, edhe në vitin 1997, kur ishte president i Republikës dhe zgjedhjet i kishte humbur, deklaronte se zgjedhjet ishin vjetër. Edhe në vitin 2000 zgjedhjet vendore, 2001 zgjedhjet përgjithshme, 2003 zgjedhjet vendore, madje në kulmi arrin vitin 2013 kur ishte kryeministri në detyrë dhe kryeministri në detyrë deklaronte që i kishin vjedhur zgjedhjet. Dhe prej vitit 2013 me radhë deri në vitin 2023 dhe tani 2025 nuk ka ndodhur në një gjë e habitshme, por e njëjta gjë. Sa i përket votave në diasporë, ka një rregull të pashkruar në politikë, që zgjedhjet pasardhëse i humb që ditën që humb ato më përpara. Më vjen keq që Partia Demokratike po fyen në mënyrë të turpshme vullnetin e bashkëdhetarëve në diasporë. Sepse e vërteta është që të gjithë ata mbi 200.000 bashkëdhetarë në diasporë kanë votuar me bindjen për ta parë Shqipërinë anëtare të Bashkimit Evropian dhe kanë shpërblyer secilën prej ekipeve sipas punës dhe komunikimit që kanë pasur me ta. Ju e dini fare mirë, jeni dëshmitarët e pakundërshtueshëm të një pune intensive që është bërë nga Partia Socialiste në diasporë, por përveç kësaj pune intensive, unë mendoj që arsyeja e kësaj vote kaq të madhe për Partinë Socialiste në diasporë lidhet pikëpari me emrin Edi Ramës, i cili duhet ta themi i ka dhënë një dinjitet të madh flamurit tonë kombëtar, Shqipërisë sonë në arenën ndërkombëtare. Kush e imagjinonte pak vite më parë, 10 vite më parë, që Tirana mund të mirëpriste brenda një dite të gjithë udhëheqësit e Europës. Do të mirëpresim dhe presidentin Donald Trump pas 2 vitesh në samitin e NATO-s, dhe kjo është një arritje e madhe që i ka bërë shqiptarët të jenë shumë krenar. Shqiptari në Itali që vite më parë e shihte veten si, le të themi, të diskriminuar, sot ai është shumë krenar që është shqiptar dhe thot me plot gojën që është shqiptar. Shqiptari në Greqi
që e shifte veten të diskriminuar, që nuk guxonte shqiptarin në Greqi të ngrinte flamurin kombëtar në sheshin Sintagma. Kështu që në këtë aspekt vota lidhet më shumti me emrin e Edi Ramës dhe me punën që ka bërë Partia Socialiste në këto vite për t'i dhënë dinjitet Shqipërisë dhe shqiptarëve. Një pyetje të fundit ndoshta, po deklaratat e partive të reja që nuk flasin për vjedhje votash, por në fakt ngren pretendime për kodin zgjedhor që është i padrejtë dhe se penalizon partitë e reja. Si e komentoni dhe a besoni se është kodi para për gëzime, nuk i kam dëgjuar, për gëzime partive të vogla që din të respektojnë vullnetin dhe ato që janë përfaqësuar në kuvend bujrum në shtator të ngrem Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe të adresojmë të gjitha rekomandimet e OSBE-dirit. Do t'ulenin tryez me ta nëse do të kenë kërkesa pra? Shikoni, puna e parë që ndodh në kuvend në shtator të çdo viti pas zgjedhjeve është ngritja e Komisionit të posaçëm të Reformës Zgjedhore. Kështu që të gjitha pretendimet të ngrihen aty. Faleminderit. Faleminderit.